Gjena të punë të se duhet me i bëgë kështu. Erni sahabi, i tha Rasulullah, ja Rasulallah, wallahi inni uhibbuk. Tha për të bëjnë zëtë që për du, në atë dashuria e kemi fjallën, dashuria ndaj Allahut edhe pejgamberit. Tha për du shumë, tha ista'id lil fakar. Tha pregadit që fukarallëkit. Of. Tha për du shumë, ja Rasulallah. Tha pregadit që fukarallëkit. Tha ja Rasulallah, ushhidullah anni uhibbullah. Tha dëshmo tjere për dëshmojnë që Allahu në du. Tha ista'id lil bala. Tha pregadit që sprovave. E pse po ai na pelon pra. Kjo feja ka na fukara po çeka. Ai na të lësum ka kemi mas shumti. Po. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha ista'id lil faqr. Tha pregadit ju varfërisë. Pse a thu? Pse feja don varfërinë? Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Innahu li hubbil khair la shadid. Muslimani duhet me qenë pasanik. Muslimani duhet me qenë i pasur, me pas para, me pas shka mos mas parave. E pse pra bëju pregadit fukarallëkut si ta dojsh Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe fejën e tij? Se duhesh me investu. Pregadit që fukarallëkut duhesh me investu. Shka me investu? Me investu atë që e ke në xhep, edhe me investu gjallit. Me investu çunat. Pregadit që ta fukarallëkut. E Allahu si ta duhesh, pse me pregadit belajave, sprovave? Fa gjo normale, si ta yubtala al-muslimu hasba dini. Muslimoni bëhet provë në këtë dunjë sa ka fen të fortë. In kana fi dini salaba, ishtudda fi balai. Si tjeti fort në din, belajat më të mëdha. Wa in kana fi dinihi linun qalla minhu. Edhe si të ketë në fjalë ati butësi, nasht, s'ka gale. Sprish punë, lehti edhe kështu ban, atëherë ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk sprovohet në këtë dunjë, jeton si dash, kënaqet. Nuk e ngut kushi, se prek kushi, nuk i bën një keqën këtë botë kalon. Këtë të ai fillojnë prej vorrit e andena. Pra edhe një herë për fundin e këtij dersi modest sot e lutim Allahun xhalla xhelalu që neve muin Ramazanit, masi që thojmë gjithëve për hajër, mire marrna i bën inshallah.